Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Një tjetër aksident ka ndodhur sot në rrugët e Lushnjës. Kamioni tonazhi të rënd ka dalë nga rruga në rreth rrotullimin e Grabianit. Shoferi shpëtoi pa lëndime, dyshohet se lagështira në rrugë shkaktoi këtë aksident. Aksidentet vazhdojnë të ndodhin në rrugët e Lushnjës. Një kamion i tonazhit të rënd ka dalë nga rruga në zonën e njohur si rreth rrotullimi i Grabianit në autostradën Rogozhin-Lushnjë, duke shkaktuar vetëm dëme materiale. Sipas të dhënave paraprake të policisë së shtetit, drejtuesi i mjetit ka humbur kontrollin gjatë lëvizjes, si pasojë e lagështirës në rrugë dhe kushteve të vështira të qarkullimit. Për fat të mirë, ai ka shpëtuar pa lëndime serioze dhe është jashtë rrezikut për jetën. Kamioni i cili transportonte artikuj ushqimor ka përfunduar i përmbysur anash rrugës, duke bllokuar përkohësisht një pjesë të qarkullimit në këtë segment të rëndësishëm rrugor. Në vendngjarje kanë bërritur menjëherë forcat e policisë dhe shërbimet e emergjencës, ndërsa është dashur ndërhyrja e një autovinçi për të bërë të mundur largimin e mjetit dhe normalizimin e trafikut. Drejtuesit e mjeteve e cilësojnë këtë rreth rrotullim si një pikë të rrezikshme në këtë aks, veçanërisht për mjetet e rënda me ngarkesa të mëdha, duke kërkuar më shumë masa sigurie për parandalimin e aksidenteve të ngjashme në të ardhmen. U mbajt sot në Tiranë Kongresi Botëror i Ligjit. Kryeministri Rama tha se vetingu në drejtësi është pikë kthese për Shqipërinë. Ai gjithashtu vlerësoi reformat dhe rolin e Bashkimit Evropian në Kongresin Botëror të Ligjit. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në Kongresin Botëror të Ligjit në Tiranë, ku deklaroi se vetingu në drejtësi ka qenë një pikë kyçe kthese për Shqipërinë, duke theksuar rëndësinë e reformës në forcimin e shtetit të së drejtës. Në fjalën e tij në Kongres, ai thënë se vendi po vlerësohet ndërkombëtarisht për reformat në drejtësi dhe për forcimin e sundimit të ligjit, duke u përzgjedhur si mikpritës i këtij eventi global. Kryeministri vlerësoi dhe rolin e Bashkimit Evropian, duke u shprehur se pa mbështetjen e tij nuk do të ishte arritur një drejtësi e pavarur. Sipas tij, sfida kryesore mbetet ndërtimi i institucioneve të forta dhe të pakorruptueshme, ndërsa integrimi evropian mbetet garancia kryesore për të ardhmen e Shqipërisë. Ishte e palëvizur në zyrën e të parit të qeverisë. Dhe në vitin 2013, ne bëm atë që s'kishte guxuar ta bënte askush më parë, madje as nuk e kishte hyrë me imagjinat atë deti që ne vendosëm të hymë në këmbë. Duke vendosur diçka dramatike për njerëz që përfaqësojnë një pushtet politik dhe një pushtet politik në shumicë, të dorëzojmë shpatën tek një forcë tjetër dhe të krijojmë kushtet që në këtë hapësirë të bashkëjetesës mes nesh të krijohet një pushtet tjetër, real dhe realisht i pavarur nga pushteti politik. Kryeministri me shaka tha se ne patëm dje kënaqësinë të mbështesim fitoren e Paris Saint-Germain, kështu që nëse doni të fitoni përsëri finalen, hajdeni në Tiranë. Ne patëm dje kënaqësinë që të mbështesim fitoren e Paris Saint-Germainit. Gjë që së bashku e pritëm me shumë padurim. Kështu që nëse doni të fitoni dhe finalen, hajdeni prapë në Tiranë në 30 maj. Helmohen 56 studentë të Akademisë së Policisë. Policia arrestoi kuzhinierin dhe teknologen. 2 studentë ushtruan në spital, dyshohet nga ushqim i kontaminuar. Një incident i rëndë është regjistruar në Akademinë e Policisë, ku 56 studentë janë paraqitur me simptoma helmimi, pas dyshimeve për konsumim ushqimit të kontaminuar në ambientet e institucionit. Problemet për studentët filluan menjëherë pas konsumimit të drekës. Ata kanë shfaqur shqetësime shëndetësore dhe simptoma helmimi, çka ka bërë që në vendngjarje të mbërrinë rreth 10 ambulanca, të cilat i kanë transportuar drejt spitalit për ndihmë mjekësore. Studentët morën ndihmën mjekësore në shërbimin infektiv, ndërsa vetëm 2 prej tyre ushtruan në spital. Sipas autoriteteve, të gjithë janë tashmë jashtë rrezikut dhe në gjendje të mirë shëndetësore.
Pas ngjarjes, institucionet përkatëse kanë marrë mostrat e ushqimit për analiza laboratorike, ndërsa ISHP dhe AKU kanë nisur hetimin epidemiologjik për zbardhjen e plotë të rastit. Ndërkohë policia e Tiranës ka arrestuar në flagrancë kushinjerin dhe teknologën e ushqimit të kompanisë së cateringut që shërbente në Akademinë e Sigurisë. Gjithashtu është proceduar një tjetër punojtëse, ndërsa administratorja e kompanisë është shpallur në kërkim. Kanë pasur shqetësime, si tanët, mbas konsumimit të vatit të trekës. Ka qenë në total 52 sezon, si më konfirmuar tani. Janë quar në infermerin që kemi këtu dhe më pas në QSOT. Dhe janë të kthyer të gjithë shëndoshëmirë janë këtu. Kjo ka qenë dyshimi është që ka ndodhur mbas konsumimit të këtij ushqimi. Po janë konsumuar në vatin e drekës. Sa kanë një menu ditor që e kanë. Jo tash i zgjidh po që kanë një menu ditor për çdo vat. A ke shënuar ankesa për shkollën e studentëve të ligën e ushqimit? Ushqimi është një standardeve qutme, themi, dhe mund të ketë pasur ankesa për punën e lëshmërisë, por që ushqimi është jashtëzakonisht. Ky ishte rasti i parë. Dhe s'kemi pasur asnjë problemi helmimi deri sot, ditën që flasim. Materialet janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprën penale, importimi, prodhimi, shitja dhe ruajtja ushqimeve të rrezikshme për shëndetin ose jetën e njerëzve. Kuvendi u mblodh sot në seancë plenare për të diskutuar interpelanca dhe ligje të rëndësishme. Nuk munguan përplasjet mes mazhorancës dhe opozitës për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Kuvendi zhvilloi sot seancën plenare të radhës, e cila nisi në orën 10 dhe u fokusua tek interpelancat me kryeministrin Edi Rama, me ministrin e infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi, të kërkuara nga deputetët e Partisë Demokratike. Rendi ditës përfshiu edhe disa projektligje të rëndësishme, si ndryshimet në kodin rrugor, ligjin për shtetësinë dhe mekanizmin e reagimit ndaj krizave të furnizimit me lëndë djegëse. Nga foltorja e kuvendit, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi akuzoi mazhorancën se po përjashton opozitën nga proceset që lidhen me integrimin evropian, duke përmendur edhe Këshillin Kombëtar të Integrimit. Mazhoranca në këtë kuvend, e cila në mënyrë të vijueshme është duke bërë veprime për përjashtimin e opozitës nga procesi i integrimit, vazhdon me të njëjtën rrugë edhe gjatë tyre ditëve ku ky raport bën thirrje për bashkëpunim mes palëve në procesin e integrimit. Ndërkohë që i vetmi forum ku opozita është e përfaqësuar, që është Këshilli Kombëtar i Integrimit, na vjen një agjend që nis me Tauland Ballën dhe mbyllet me 10 Tauland Balla të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Dhe në agjend, edhe pse është një organ që do duhet përfaqësoj mazhorancën dhe opozitën, nuk ka asnjë përfaqësues të opozitës. Nga ana tjetër, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla deklaroi se projekt rezoluta pasqyron progresin e Shqipërisë në rrugën drejt BE-s dhe kërkoi që debati të zhvillohet javën e ardhshme pas miratimit në Parlamentin Evropian. Ai shprehu gjithashtu mirënjohje për mbështetjen e eurodeputetëve për këtë proces. Arritjet e Shqipërisë përgjatë këtij viti kur raportohet, se ju kam gjuar shpesh, po të paktën dokumentave referojuni siç janë. Kjo është një projekt rezolut e Parlamentit Evropian mbi raportin e Komisionit Evropian për vitin 2025. Tani që mos bëhemi edhe qesharak brenda këtij minutazhit. Tani Parlamenti Evropian këtë dokumentin do ta miratoj vetë në 16 ose 17 qershor. Sepse e ka miratuar komisioni dhe do ta miratoj seanca plenare, se prandaj quhet projekt. Tani na kërkohet që ta bëjmë ne diskutimin përpara se ta miratoj Parlamenti Evropian. Tani mos na bëni qesharak, ne jemi shumë të gatshëm kur ta doni ju. Kur ta doni ju, por ne kemi programuar javën tjetër me 14 maj, kemi diskutimin e raportit të komisionit. Banka e Shqipërisë mbanor më bazë të interesit në 2.5%. Guvernatori Sejko tha se inflacioni pritet të rritet lehtë në 2026, por efekti do të jetë i përkohshëm.
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka vendosur sot të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5%, duke sinjalizuar një qasje të kujdesshme ndaj zhvillimeve ekonomike në vend dhe në tregjet ndërkombëtare. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, deklaroi se sipas skenarit bazë, rritja e çmimeve të naftës dhe energjisë në tregjet botërore pritet të sjellë një rritje të lehtë të përkohshme të inflacionit mbi objektiv gjatë vitit 2026, si dhe një ngadalësim të lehtë të rritjes ekonomike. Bazuar në informacionin e disponuar, parashikimet e skenarit bazë sugjerojnë se rritja e çmimeve të naftës dhe të energjisë në tregjet botërore do të shkaktojë një rritje të lehtë dhe të përkohshme të inflacionit mbi objektiv gjatë vitit 2026, si dhe një ngadalësim margjinal të ritmit të rritjes ekonomike në vend. Ky parashikim faktorizon trendet pozitive të zhvillimit të ekonomisë shqiptare, treguesit e përmirësuar të stabilitetit ekonomik dhe financiar, pritjet për përfundim relativisht të shpejt të konfliktit në lindjen e mesme, si dhe hapësirat e shtuara të reagimit të politikave tona makroekonomike. Sejko shtoi se edhe tensionet gjeopolitike në lindjen e mesme mbeten një faktor rreziku për ekonominë globale dhe atë shqiptare, duke rritur pasigurinë në tregjet ndërkombëtare. Rritja e shpejtë e çmimeve të naftës në tregjet botërore në muajin mars dha menjëherë ndikimin e saj në inflacionin e këtij muaji, duke ilustruar fillimin e transmetimit të saj në ekonominë shqiptare. Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të fajë të pandryshuar qëndrimin e politikës monetare, duke mbetur vigjilent ndaj zhvillimeve në tregjet botërore dhe ndikimit të tyre në ekonominë shqiptare. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, inflacioni i çmimeve të konsumit ka shënuar mesatarisht 2.5% në tremujorin e parë të vitit 2026, indikuar kryesisht nga rritja e çmimeve të qerave dhe naftës, si dhe stabilizimi i çmimit të energjisë elektrike për familjet. Ndërkohë, çmimet e ushqimeve dhe artikujve të shportës kanë mbetur relativisht të qëndrueshme. Gjithashtu rritja e kërkesës për mallra dhe shërbime është reflektuar në rritje të punësimit dhe pagave në sektorin privat, duke çuar normën e papunësisë në 8.3%. Megjithatë, kjo rritje e pagave nuk është përkthyer në rritje të çmimeve për shkak të produktivitetit më të lartë dhe uljes së marzheve të fitimit nga bizneset. Bordi i Transparencës ka ulur sot çmimin e naftës me 10 lekë për litër. Çmimet e reja hyjnë në fuqi sot dhe do të jenë të vlefshme deri në vendimin e radhës. Bordi i Transparencës ka vendosur uljen e çmimit të naftës me 10 lekë për litër në një vendim të marrë në mbledhjen e datës 7 maj 2026, duke reflektuar lëvizjet e fundit në tregjet ndërkombëtare të energjisë. Sipas vendimit, çmimi i shitjes me pakicë për gazoilin do të jetë jo më shumë se 196 lekë për litër, ndërsa çmimi me shumicë jo më shumë se 184 lekë. Për benzinën, çmimi i shitjes me pakicë është përcaktuar jo më shumë se 180 lekë për litër, ndërsa me shumicë jo më shumë se 168 lekë. Çmimet e reja kanë hyrë në fuqi sot më 7 maj në orën 12 dhe do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku priten ndryshime të tjera në varësi të tregut. Vendimi vjen pas rënies së çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare me mbi 2%, indikuar nga shpresat për një marrëveshje paqeje dhe rihapjen graduale të ngushticës së Hormuzit, nga pikat kyçe të furnizimit global me energji. Në njoftim theksohet gjithashtu se operatorët e tregut të karburanteve duhet të zbatojnë vendimin në mënyrë strikte, pasi në rast shkeljesh do të merren masa deri në pezullimin e aktivitetit të tyre. Ndërkohë Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit së bashku me Ministrinë e Financave dhe ato të Infrastrukturës dhe Energjisë janë angazhuar për mbrojtjen e konsumatorit dhe garantimin e konkurrencës së ndershme në treg. Bordi sqaron gjithashtu se çmimet aktuale janë nën kufit e përcaktuar në aktin normativ numër 1 datë 3/4/2026, duke bërë që akciza të zbatohet në nivelin e plot, 100%. Këto ishin lajmet tona. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.